Për të gjitha bizneset që kanë dëshirë të etablihen në Kosovë, përgjegjësia e institucioneve, siguria juridike, në cilin nivel do ta vlerësoni? Unë mendoj që o kriju një klimë më e mirë për me bu biznes, po mendoj që ka mundësi shumë edhe nuk do të vetëm muftu kështu bizneset e diasporës, po do të muftu me të vërtet edhe me marrë pjesë në për projekte ndryshme atje, kur dihet se diaspora edhe investon në Kosovë, mas pore bje pare shumë Kosovë, atje thuhet që i bin 1.3 miliard euro pare atje. Për cilin afat kohër? Po për një vit, për shembull. Për një vit, 1.3 miliard euro. Kështu po thojnë, edhe këta e dinë, ata zyrtarët e dinë më mirë.